Kosova po përgatitet për një cikël të gjerë investimesh infrastrukturore në funksion të lojrave mesdhetare 2030. Objektet e reja sportive, rindërtimi i kapaciteteve ekzistuese dhe përmirësimi i infrastrukturës do të jenë pjesë e projekteve strategjike gjatë vitit 2026. Është obligative që 2026 të fillon, sepse nuk kemi kohë më. Të bëhet projekti i tyre, të ndërtohet, të vjen funksion. Kjo lypet kohë. Ne nuk kemi kohë me hub. Sekretari i përgjithshëm i Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Bislim Bislimi, tregoi pikat kyçe infrastrukturore në të cilat do të investohet gjatë vitit 2026. Do të kemi investime shumë planëshe, masive në pallatin e Rinisë dhe të Kulturës dhe të Sportit në kryeqytet. Tash është nënshkruar kontrata me Bankën Evropiane për Investime për zhvillimin e projektit ideor dhe skematik. Ndërkohë, kryetari i Federatës së Sporteve Universitare Musa Selimi tha se Kosova është në rrugën e duhur dhe se organizimi i lojrave mesdhetare do të jetë një moment historik për sportin kosovar. Lojrat mesdhetare 2030 për Kosovën nuk janë vetëm një event sportiv, por një projekt strategjik shtetëror që synon zhvillimin afatgjatë të infrastrukturës dhe forcimin e imazhit ndërkombëtar të vendit.